Dashuria arrin kulmin ndryshime të mëdha për këto 3 shenja të horoskopit deri në fund të vitit 2025. Horoskopi për fundin e vitit 2025 sjell zbulime të rënditse për 3 shenja me fat. Astrologjia parashikon se si do të përjetojë një transformim të vërtetë jo brenda natës, por përmes mrekullive emocionale dhe shpirtërore që do të mbahen mend për një jetë të tërë. Nëse jeni ndër këto shenja, përgatituni, jeta sa më shpejt do t'ju dërgojë një shenjë që nuk duhet ta injoroni. Peshqit, intuita ju çon drejt mrekullive, prandaj dëgjojeni gjithmonë, pavarësisht se çfarë ju thot mendja juaj. Gjatë vitit 2025, intuita juaj ishte udhërrëfyesi juaj më i mirë dhe deri në fund të vitit ju çon drejt një mrekullie që sjell lumturi. Ndoshta është dashuri e madhe, sukses në biznes ose një shpërblim për punën e palodhur. Deri në fund të vitit do të vijë një dashuri e re ose për të rritje të parës, por në një nivel më të thellë. Frymëzim krijues që sjell sukses në biznes dhe shpërblim për përpjekjet tuaja deri më tani. Shigjetari. Për shigjetarin fundi vitit 2025 sjell çlirim. Mjaft me rregullime, mjaft me shpresa të reme, mjaft me kompromise të dhimbshme. Vjen një kohë kur zgjedh veten. Deri në fund të vitit një zhvendosje mundshme, përfundimi një marrëdhënie të vjetër ose një punë e re, një ndjenjë fuqie personale dhe ndryshim në filozofinë e jetës. Luani. Luanët kanë kaluar në përvështirësi të qeta gjatë gjithë vitit. Ata dhanë shumë në punë, familje, dashuri dhe pak u kthyen. Por ndërsa viti po mbaron, yjet vendosin t'u shpërblejnë me sa vijojnë. Me njohje që keni pritur prej kohësh, apo edhe hyrje në një personi të ri në jetën tuaj.